Kryeministri Edi Rama ka reaguar sot në rrjetet sociale me anë të një video mesazhi ndaj kërkesës së gjyqtarëve për rritje të pagave, të cilat sipas tij do t'i kushtonin buxhetit të shtetit 37 milion euro të taksa paguesve shqiptar. Këta njerëz mund të përdorin pushtetin e tyre për të shkelur mbi qeverinë, mbi parlamentin, mbi dy pushtetet e tjera dhe për t'i rritur pagat vetes. Mendova këtë gjë, thot, që edhe ne të zgjuar jemi, të presim një moment përshtatshëm, kur përgatiteshin zgjedhjet e tjera që ishin, dhe të paktën qeveria nuk do kishte kohë të merrej me ne apo me ju, dhe ndërkohë nuk i dije se ditë rezultati i zgjedhjeve. Thash ta bëjmë kështu tinës këtë punë, pa e pasur mendjen tjerët, edhe qeveria kishte zgjedhjet se kishte mendjen ke ne. Dhe me këtë rast ti merrim buxhetit shtetit, ti merrim shqiptarëve nga taksas 37 milion euro. Aq është shuma. 37 milion euro të tjera. Kryeministri Rama krahasoi pagat e gjyqtarëve në Shqipëri me ato të gjyqtarëve në Greqi, një vend antar i Bashkimit Evropian, me të cilin janë të njëjtat, dhe me pagat e kolegëve të tyre në Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi, ku gjyqtarët tanë marrin paga 2 fish më të larta. Sipas tij, kjo do të thotë se Shqipëria do të mbetet i vetmi vend ku gjyqtarët marrin pagat më të larta se gjithë të tjerët, madje edhe mbi ato të presidentit të Republikës. Kryeministri tregoi se kërkesat për rritje shkojnë deri në 1800 euro për gjyqtarët e shkallës së parë, 2000 euro për ata të apelit dhe deri në 3000 euro për gjyqtarët e strukturave të posaçme si SPAK dhe BKH. Megjithse SPAK nuk i është bashkuar kësaj iniciative. Çfarë kërkojnë konkretisht gjykatësit është faktikisht rreth 1800 euro rritje, jo pagë, rritje për gjyqtarin e shkallës parë, rreth 2000 euro rritje për gjyqtarin e apelit, dhe rreth 3000 euro rritje për gjykatësit e SPAK-ut, plus BKH-ja, SPAK-u etj. E duhet të në faktu që SPAK-u nuk i është bashkuar kësaj iniciative absurde, dhe kjo i bën respekt natyrisht. Këtu jemi. Do me thënë, jemi në një situatë kur gjykatësit duhen të imponohen mbi parlamentin, mbi qeverinë, mbi dy pushtetet e tjera, dhe duhen të marrin rroga sipas mendimit të tyre.